Agjërimi. Ka thënë Imam an-Nawawi, Allahu më mëshiroft, është fort e pëlqyeshme agjërimi këtyre ditëve. Por është fjala për agjërimin e 9 ditëve, 9 ditëve të para të muajit Dhul-Hijja. Se dita e 10 është dita e Kurban Bayramit dhe dihet që nuk lejohet agjërimi asaj dite. Dita e 9 është dita e Arafatit. Dita e Arafatit është një ditë e bekuar, është ditë e mirë. Agjërimi i asaj dite është edhe më i theksuar. Sunet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se agjërimi i ditës së Arafatit i fshin gjunahet e vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Agjërimi përfshihet ke veprat e mira që përmenden në hadithin e Abdullah ibn Abbasit. Pasi termi veprat e mira është i përgjithshëm, që përfshin edhe agjërimin. Sillet në një hadith nga një bashkëshortë e Profetit sallallahu alaihi wasallam se ajo ka thënë, profeti agjëronte 9 ditët e Dhul-Hijjes, ditën Ashura, ditën 10 Muharram dhe 3 ditë nga çdo muaj. Sipas Sheikh Albanit, hadithi është i saktë.